Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Shtunë dile. Check it out. Është afru koha me datën 7 deri në 12 prill në Qipër ka me mbajt ky turnament, ku realisht hala nuk I dim kundërshtarët, po do të thëroj pas pak kundërshtarët e mundshëm, është Bosnia Hercegovina, Bullgaria, Qipër si vend organizator, Egjipti, Estonia, Gjeorgjia, Izraeli, Maqedonia Veriore, Norvegjia dhe Afrika Jugore. Fillimisht Osman ti si trener kur e ke pa listën ose kundërshtarët e mundshëm, kën kishëm pas qef na mos me e pas në grup. Me fillu me respektin e gjithë kundërshtarëve, kjo është grupi 2 botror, është grupi 2 është edhe shtetet më të mira të grupit 2 prej Evropës edhe prej Afrikës, edhe na paka shumë I kemi ditë, sepse me shumë prej tyne jena përballë edhe vite e kalume, kjo shkon si sistem të eliminimit, do më thëmë prej grupit 2 nëse bjen grupin e 3, mi po edhe të avancimit, prej grupit 2 shkon grupin e parë, kështu që paka shumë rreth 8-9 shtete janë ngjashëm që kanë qenë edhe vitet e kalume. Ndër shtetet që mundem mu përmend që janë pak më favorit është Egjipti që kanë lojtarë në top 100, janë Gjeorgjia, cilë na kena pas edhe fat me imposht vitin e kalum. Estonia gjithmonë ka pas lojtarë shumë të mira, mirë po gjithë janë shtete këgja me kalibër të lartë. Okej, Aja, tregona pak para se me kuptu sigurisht kundërshtarët e mundshëm, po besoj që prej fillimit vitit jeni përgatitur edhe mentalisht për këtë përfaqësim. Qysh kanë shkuar këto përgatitje deri më sot, sepse ka edhe një periudhë që keni më vazhdu përgatitje, po deri sot sigurisht u shku të ngritjen të zëdete. Po normal, prej fillimit vitit kena fillu mu përgatit. Unë jam fokusu ma shumë edhe në përgatitje fizike, se e vrej që qajo ma shumë ndikon lojën teme, edhe kum po maksimumin që më ndaj ton kohë në formë të mirë, se e dim që kjo sezona që kena më shku për përfaqësuese. Okej, hera sot është që përfaqëson Kosovën në një garë? Tash kësi vjet hera e 5. Hera e 5, okej. Osman, pësoj ke bu një plan program kuptimin që për shkak që na kemi edhe lojtarë që nuk jetojnë në Kosovë, ndoshta është pak problem në komunikimi është I lehtë, po është ndryshe kur nuk është prezente në stërvitje. Po gjithsesi, a ka shku gjithçka që ka ke planifikuar me ato mundësi që I kemi këtu, për shkak edhe kohës të keqe motit në kuptimin që na kryesisht I kemi terrenet e hapuna përveç njëri që është në Hajvali. Po, tash për fat keq prap shkojmë se cili intervistë shkojmë që nuk I kemi kushtet e favorshëm që me ushtru gjatë tër vitit, edhe pse tash kemi disa fushat mbylluna, 2-3 fusha mbyllën, po prap nuk është e mjaftueshëm që na tenisi kosovar në përgjithësi mu zhvillu si sport qysh duhet. Mirë po unë si selektor kam bo plan program, do me thonë qysh përmendja dhe Aja, prej fillimit vitit edhe jam kontakt me vajzat cilët nuk jetojnë në Kosovë që kam u kthy me përfaqësu Kosovën. Jemi në kontakt me ta në mënyrë vazhdueshëm edhe I përcjelli edhe jemi në bisedime me pas se ku po luajnë, cilat turnire janë të marrë pjesë, qysh po njihen ata fizikisht para se me marrë edhe unë vendimin se cilat lojtarë ka me qenë në ekip e në si veçëm. Na javën tjetër që vjen tash ka me pas një përgatitje ku e gjithë ekipi vjen në Kosovë, bëmi gati një javë, edhe mas një javë më ndej shkojmë në Qipër në mënyrë organizum. Këto normal për kampionat edhe besoj edhe rrugës kam u kuptu edhe kundërshtarët edhe shorti. Kena me fol pak që shkon ecuria për audiencën tonë. Aja, që është ndjenja me përfaqësu Kosovën, e the nuk është era e parë, ndryshon po më mërmendja prej garave ku merrti pjesë. Normalisht kudo që shkon jashtë Kosovës te përfaqëson Kosovën, po kjo është pak më ndryshe, siç e thash në fillim është si kampionat botror në sporte të tjera, pra Billie Jean King Cup siç njihet ndryshe. Po, shumë ndjenje mirë edhe për një me është ndryshe kur e din që po shkon si ekip, mënyrë përfaqësume, jetu e përfaqësu shtetin, shumë ndjenje mirë edhe shkon ma në mënyrë të organizume, kështu në përgjithësi. Përmend edhe treneri prej këtyre shteteve janë shtetet respektueme, të ka rame me u ballafaqu me njërin prej tenisëve këtyre shteteve që potencialisht mund me qenë kundërshtare, ke pas mundësi me u ballafaqu? Gjatë vitit kalum, po kemi pasimi përballë me Bosnën, me Gjeorgjinë që kanë me qenë edhe kësi vjet, edhe me Estoninë ka ramu përballë.
edhe kësi vjetë me siguri që aty na vjen mu taku prapë. Shpresoj prapë, sidomos Gjergjin masi pëse nështë ja keni marrë dorën për mi poshtë. Trener, tregona që shkon sistemi, e di që është në grupe, vitin e kalum, po besoj që është konsideru qëndrimi në këtë grup sukses, po mas parë tregona që shkon komplet e curia. Këto marrim pjesë tash në këtë vit janë 11 shtete. Tash aty kam u nda në grupe, kam e pas 3 grupe, 2 grupe kam e qenë me ka 4 edhe një grup kam e qenë me 3. Aty luhet me sistemi round robin edhe shorti qitet një ditë para se me luj, kështu që na duhem të qenë gati që më përball me gjithë shtetet edhe detyra shtëpisë mi bë për secilin shtet, sepse ka mundësi që me lujt me secilin shtet. Edhe masi që marrim vesh se me kënë kena me lujt, qysh na bjen shorti, na i bajmë ato kalkulime së bashku edhe si ekip, edhe mendimin edhe kolegëve që i kam edhe shokëve që i kam që njofin edhe pak më shumë ato lojtarë se i kam pa për turnirat të ndryshëm, edhe na e marrim vendimin, strategjin, taktikën, kush ka me lujt, si kemi me lujt kundër kësaj lojtare, kundër këtij shteti, ka mundësi që dush me pushu dikon që nesër me shti pak më të freskë, domethënë çështu shkon tash kjo gjithë procedura. Lojt vendimtare ka me qenë hane deri të mërkurën, ajo po dihet, sepse mas hanës deri të mërkurën përcaktohet kush ka me nejt në grup, kush ka me avancu, edhe kush e ka lumë për play-off, sepse ti edhe pse e siguron qëndrimin në grup, prap kemi lujt me secilin shtet që me pas mënyrë me rangu për venet tjera, si që janë prej venet 3 deri në 9 në këtë grup. Edhe kjo është viti i tretë që marrim pjesë në këtë grup, kur kemi fillu, aja ka fillu që viti i 5 edhe për mua është viti i 5 si selektor, na kemi qenë në grupin e tretë, 2 vite kemi marrë pjesë aty, mandej jemi ngrit në grupin e dytë. Ka avancim edhe po mundohemi prap qysh ka qenë 2 vitet e kalume, ka qenë ideja që ose ka qenë Cako që me nejt në këtë grup, atëherë edhe prap është Cako ose qëllimi kryesor që na me nejt në këtë grup apet. Treneri paka shumë aja përmendi Cakun edhe qëllimet për qitë kampionat, po a ka naj themi qëllim edhe personal, duke di që loja tenisit është individuale, sigurisht i kemnu ndoshta disa qëllime vetës në aspektin e performancës, po më mendja edhe ke shiku vetën e ke përmisu për vitet të kalume, pra cili është qëllimi personal i ajës në këtë kampionat? Po normal që qëllimin e kom me përfaqësu vetën sa ma mirë, edhe tu e di që jom të lujtë për shtetin, mundona me performancën të me më të mirë, edhe me qenë të në kohën e përgatitme edhe mentalisht. Që është shumë e rëndësishme në sportin e mirë. Kur folëm të kushtet aja, kjo pjesa që gjatë krejt vitit është pak probleme me u marë, sidomos në Kosovë, sa të penalizon ty, jo veç ty, po edhe krejt shoqet edhe ekipin ku ushtërën dhe gjithka tjetër, që me bo matë mirën, se sigurisht dënë me bo temi kërkesat ndryshme, me këshyrë ndoshta dika ku është koha më e mirë më shkoj kështë më radhë. Sa të pengon qëtë aspektin mental që thu tashko me shku në shtadika që apo di në Ulqenë ose në Turqi ku e në kushtet më të mira, qysh njesh në këtë rast? Po, normal, nuk është ndjenja më e mirë që po do të më shku diku tjetër për me mujt mi kry këto ushtrime, po nuk i kemi edhe, për shembull, unë ushtroj për veti në pej, e kemi fushën është e mgjume, derisa shkojnë temperaturat për një me shumë të ftofta, na mundem me shfrytzu aty. Kështu që mesatarisht është edhe mirë edhe keq. Edhe keq, në 50-50. As mirë as keq, okej. Osman, a kish me qenë themi një dëshire jotja, po më mërmenja edhe ti si selektor, po edhe tek moshkujt me pas, të paktën mos tëm një qendër ku ke mujt me pas, sepse ke punu në Amerike, ke pas vizita ndryshme, po më mërmenja në qendër ndryshme, po diçka simbolike, e cila në qitë mënyrë ju kishëm ledhë dhe nuk i kishën pas hapësirat tenisin ndoshta me utu në për qytetet veta edhe mu lodhë, pra me qëndru ndoshta një 2 javë ditësh në Prishtina, në Peja, në Gjakov, kudo që në kushtet, që me pas edhe atë energjinë e përbashkët edhe këto vajza. Sa mungon që me përmisu komplet performancën? Po, ajo është definitivisht një ndër faktorët cilët kanë ndiku të na. Kemi pas 2 vitet e kalume, nuk kemi pas mundësi që me mbledh dhe me marrë pjesë në para përgatitje. Edhe para 2 viteve mendume që hajde po krijojmë një atmosferë pak më të mirë, sidomos me ngritjen nivelin e dytë,
me ba një para përgatitje. Një vit ishim në Ulqin, një vit ishim në Zvicër kemi shku sepse atëherë ka qenë një lojtare për Zvicrës, cilit kemi shku me përgatit atje, po tash për shkak që edhe unë jam pak ma shumë të në Kosovë, jam të mundu sado pak edhe në atë aspektin që më mbledh këta tenis që jem vendor, me ushtru pak ma gjatë se sa viteve të kalume. Mirë po, na mungon një qendër nacionale që me mujtna me u mbledh edhe me mujtna me ushtru mënyrë graduale, mënyrë profesionale, edhe që thate më kriju harmonizimi, më kriju ajo atmosfera, sepse ndryshe vjen edhe motivimi kur mbledhen gjithë së bashku. Ky ka me qenë viti i parë që na kemi me majtë përgatitit në Prishtinë, për shkak që edhe koha inshallah na mon mirë, po e kom bë edhe me qëllim që me ardhë edhe lojtarë që janë më të vegjë komunitetit tenisit me treguat për kraje, sepse na kemi pas për shembull në Ulqin, kemi pas në Zvicër, po ka munguar ajo për kraje vendore, edhe për kraje që për tenisëve tjerë, për lojtarëve tjerë, kështu që shpresoj që ka me bëj edhe thirrje edhe të komunitetit tenisit që me ardhmë na për krah, njëjtë si futbolli ka njerë që e bën open practice që lojtarët me ndjejat tifozërinë edhe me ndje para se me hin lojë që jena pjesë e diçka më të madhe, që siç e përmendja dhe aja, secili lojtare ka ato qëllimet private, mirë po në këtë aspekt na e kemi Kosovën për parën, edhe për që ata na luajmë pak ma mirë besoj që se sa që luajmë në mënyrë private. Patjetër, edhe sa herë që kemi ne përfaqësim, nëse se kemi tifuzin, performancat tona në secilin sport janë të më kështu pak ma dopta. Mirë aja për këtyre performancave ose pjesëmarrjeve që po bën gara shumë të rëndësishme të respektume të Federatës Ndërkombëtare të tenisit, a ke mujt me vrejt që ti duke ushtru ose duke qenë pjesë e komunitetit shoqëror në shkollë dhe gjithçka tjetër, është rrit pak a shumë interesimi i sportit të tenisit, sidomos për femra. Konsiderohet besoj padosh me nda sportin e gjini, po konsiderohet që është një sport shumë elegant edhe për gjinin e bukur. Pra, a ke vrejt që ka një interesim sepse po shihet e kemi një brëm të tenistëve të cilat edhe kanë dalë jashtë edhe kanë treguar veten e tjerë. Po interesimi po shtohet, po për fat keq me thonë dalet në një mosh, ma shumë kemi të moshave të reja, se sa gjeneratës tonë, adin veç jom paksu, po me shpejt që këta të moshës të rej e vazhdojnë edhe nuk e ndalin, që mu shpërha pak ma shumë tenisi. A është kjo për shkak që sporti, kur të vendos me marrë me sport, nuk i të jemi të ardhur atjera, është edhe kjo një arsye që nështë në tenis. Edhe për tenis u shumë zërë me marrë të ardhura që me mbajt veten, du të me pas edhe aktivitetit tjera, e kjo nështë edhe penalizon pak. Okej, thash Osman që sidomos sportistët tona janë shumë suksesshme. Në sportet ku kemi marrë medalje më të rëndësishme janë pikërisht vajzat, janë qikat, janë gratë, sido që i referohemi, cilat kanë arritë me marrë medalje. Si trajnera, ke mujt me bën në herë një krahasim pse ndodh kjo? Po e bëj këtë pyetje për shkak që investimet në sport më të mëdha bëhen tek meshkujt. Po realisht rezultatet ndërkombëtare janë tek femrat me mos them 20% më pak investime se sa që bëhen në Po tash si e përmend edhe tenis është shumë më e popularizuar tek femnat, se sa që për shembull femnat luajnë sporte që janë pak më të vrashta, që kanë kontakte fizike, domethënë në atë aspektin të femnat nuk qëndron edhe dallimi shumë i lartë mes top lojtarëve botror edhe juniorëve që janë top të mirë. Te djem besoj që konkurenca është pak më e vështirë, edhe për shkak të atributeve fizike që është ajo normale. Kjo ka ndikim, mirë po besoj që edhe femnat pjekën më shpejt, domethënë kur e mrin atë moshën 15-16 vjeçare, ato femnat nëse janë të mira mundin me fitu Grand Slam, mundin me fitu siç ndodhi para 2 javë, 3 javë Mira Andreeva që është 17 vjetë, edhe ajo veç po fiton. Po du me thënë që të djemt është shumë më vështirë sepse fizikën alo nuk e kanë zhvilluar me 17-18 vjetë edhe nuk janë të pjekun mentalisht. Do me thënë të femnat kjo është një ndër arsyet pse besoj që arrin ose është shumë më lehtë me arrit në atë aspektin me krahasu të djemt. Mirë po çka ka ndodhur në Kosovë të femnat, unë besoj që është për shkak që edhe femnat janë shumë punëtore,
Jo që djemt nuk jemi punëtor të përfshi edhe vete, mirë po besoj që... Ma demela pak. Ndoshta edhe pak ma demela, ndoshta edhe pak ma nuk e ndëgjojnë trajnerin, e kanë atë egon pak që na jena djeme, na jena pak ma ndryshë, kështu që inshallah djemt nuk kam e më gjiku për atë spek, po... Që kanë me dollë protesta. Po në përgjithësi, tash edhe une si trajner, sukseset më të mëdha që i kom pas kur kom punu me femna. Kështu që tash edhe vare prej trajnerëve, varet qysh din mu qas, qysh din mu me fol me ta, me anëzirë më të miren, edhe sidomos në tenis, është sport cili femnat nuk kanë kontakt fizik, edhe duken bukra kur të luajnë, djemt e kanë ato, mirë po djemt ma shumë kur të menojsh është futbol, basket, çto sporte që janë pak ma agresive. Po. Te kjo pjesa aja çka është interesante në me ditë, kom pas mysafir ndryshëm, ku kemi pas lojtar, trenere. Zakonisht në sportet kolektive, po e marr shembull, nëse treneri kryesor është mashkull, në staf e ka një vajzë për shkak specifikës gjinore që e ka. Po sa është e vështirë për ty, po më mërmend edhe në klubin tonë e ki trenerin mashkull, edhe ndoshta edhe numër të vogël trajnerët femra të tenisit në Kosovë, po sa është e vështirë që kjo me u kuptu për shkak qësoj dallimit sigurisht, edhe treneri po më mërmendja nuk është që mundet me usil njëjtë që sillet, po flasim tash përgjithësi që është sill me një mashkull në secilin kuptim, po edhe në anën tjetër, po besoj që ma let edhe ato themi taktikat ose këshilla që jep shumë ma let i absorbani. Sa është e vështirë që kjo që ndoshta nuk e keni ofër një trajneres, po flasim këtu për Kosovë, po flasim në përgjithësi, sepse s'besoj që është numri i madh i trajnerëve që kemi në vendin tonë. Në krejt sportin po flas përgjithësi. Unë për fat mirë në klubin tonë jena shumë e kena një ambient domethënë si familjar, shumë jena të afërt me njëri tjetrin, edhe me trenerin e kom pas shumë të lehtë mu qas edhe gjithë e kena pas shumë atmosferën e mirë, edhe njëjtë për Osmanin, gjithë na u ka qas mirë, kena ditë adin, jena bashkëpunu mirë, nuk ka pas ndonjëherë diçka blokim, komunikim, ose me thonë me na penalizu diçka fakti që është mashkull, kështu që mu nuk më ka nxirr diçka problem. Okej, kjo është mënyra te se si qasës ose si komunikon. Aja cilat janë plane tjera, po flasim kjo do të mbahet në prill, pas prillit, ke plane për me marr pjesë në ndonjë garë tjetër, po flasim ndërkombëtare, sepse në Kosovë po besoj këto që janë zgjedhna jeni më të mirat në nivelin e vendit në kategoritë e juja, po mendoj në konkurrencat e juja, kështu që a ka një plan aja për gara tjera ndërkombëtare në nivelin ndërkombëtar. Po, pasi që kjo në prill, që atëherë edhe ma shumë e filloj sezonin edhe du mu interesu për turnira, me marrë pjesë edhe mbasi jam edhe ma e përgatit me tash në këtë kohë, besoj që po. Po shihet që 2025 duket me kon viti. Po. Të shpresoj mirë. Osman, ndonjë plan tjetër në kuptimin domethënë pas saj, po mendoj që më një herë kam fillu dal ngadalë mu mendu për vitin e ardhshëm, por ndoshta edhe ndaj pjesëmarrje tjetër në ndonjë turnir. Na tash kemi me unë që gati një vjet ose gjys viti, pak më shumë se gjys viti, tash jam kthy në Kosovë dhe jam të punu si trajner këtu në Kosovë. Mendimi është që me pas bashkëpunim edhe të mirë me federatën, që me kriju aktivitete të reja, që edhe me masivizu pak më shumë tenisin, edhe me punu me të gjeneratat e reja që janë edhe me u punu në mënyrë profesionale, vetëm me japat kontributën që unë e muj, edhe besoj që ka me pas turnira, kemi me disa lojtarë cilët jam duke punu pak ma privat, e kemi me njerë si të krymë, si të kthejmë për i Qepros, kemi 4-5 gara që ka me qenë rajon, janë garë nivelin internacional, edhe ta shofim e kemi pas si një para përgatitje ka gjatë mirë, janari shkurti ka qenë si një farë pre-season për neve, tash si të nxehet pak koha dhe turniret në rajon qelen, edhe ta shofim tash po shpresojmë për më të mirë. Si nxehet koha, nxehen krejt punë. Mirë aja, po kom qef një perspektivë me na tregu për krejt audiencën tonë ose edhe prind që kanë me pa e tjerë, ato të mirat që i ka sporti tenisit, normalisht e din pjesën fizike, po tamam për eksperiencës tone, si një garuse që është në Kosovë, duke ditur përmenda pra kushtet cilat i kemi në përgjithësi në sport, e sidomos për femra. Sigurisht ka pas shumë barjera cilat ndoshta kemi rime një pikë, thonë
Pelo ose Smina mo po shkoj në drejtim tjetër, apo prapje këtu duke përfaqësuar shtetin edhe duke vazhdu ngritjen tonë në karrierë. Cila është çka porosia që mënesh me navon? Normal varet për tipit, po për mu shumë më bën mirë sporti, ndina shumë ma mirë kur luj. E kom pas një fazë ku në fillim fakultetit ju më tuf si me pauzu pak prej tenisit edhe e kom vrej që përvej po mungon diçka, kështu që me njerë ju më duft më reaktivizu se për një me më bën mundi ma mirë. Përveç kësaj, më intereson me ditë aja kur të vendos me lonë ose vjen koha për mu pensionu prej sportit, çka kisha pas që me pas, domethënë, si arritje tone personale? Po ai përfaqësimi i Kosovës është një arritje shumë që më i me cek. Me lonë tenisin, ndoshta nuk kisha thonë, atin deri në një moshë, kisha vazhdu ndoshta edhe si trenere, kom gjetë mënyra që ton kuon me qene e lidh me domethënë me tenis edhe profesionin, fakultetin që kom zgjedhur është me fizioterapi, që adin me qenë afër sportit gjithmonë. Shumë mirë që nuk i ndash, çështë ku pas vendosë edhe në masi e kena lumë basketin bashkë me gjurën që e kena atje në regji, me najtë ofër sportit dhe në qëtë dig. Mirë Osman, për fund nëse ki diçka me shtu, lidhur edhe me përfacimin edhe me diçka që në base dhe të kompito është të rëndësishme për me. Jo, për ne veç një falenderim për juve që gjithmonë a keni nejtë gati edhe gjithmonë e kena edhe mënyrë shëshnore që muj me shkru kur dush edhe ma këthen kur dush për çfarë do. Punë e kena. Punë e kena, po unë është edhe ma shumë si favor, edhe pse është vesh punë. Mirë po që po thëmë që e përmeni edhe aja, unë shpresoj që të ardhmen në Kosovë ka me ardhe dhe gjeneratët e reja, ka me ardhe dhe trajner të ri, e këta lojtarë cilët kanë nejtë ofër gjatë sportit që sidomos në Kosovë nuk është letë. Shumë lojtarë e lajnë tenisin në moshën e adoleshencës, se si kanë arritjet, kushtet nuk i kanë, mandej duhet me marrë vendim që me shku në fakultet ose diçka, po unë besoj që me nejtë ofër sportit veç bjen ma shumë të mira njetë, edhe të lidh me njerëz që nuk i kishe taku, edhe nesër mas nesër, edhe nëse nuk e kryn përzojmë në fakultet në qatë lemi, me nejtë ofër si punë dytë, si hobi, me nejtë komunitetin e tenisit në këtë rast, mirë për sporti përgjithësi, besoj që vetëm ka atribute pozitive, edhe shpresoj që gjithë që mund me nejtë gjatë sportit le të rrinë sa ma shumë. Për fund veç me ju tregu, pra ekipi i Kosovës përbëhet përveç pra Aja Broqit cilën e kemi në studio, përbëhet nga Vesa Gjine, Ardiana Lekaj, Forta Marina, Learta Marrimi dhe pra treneri që përndryshe në këtë rast njëtë si kapiteni Osman Reqica. Ma shumë më thonë veç ta keni shëndetin që është shumë rëndësishme, mos me pas lëndime, me ushtru fort edhe thonë Forca Kosova. Faleminderit që ishte pjesë e emisionit. Faleminderit për ju. Ka se përket kësaj interviste diskutuam me trenerin e kombëtarës së Kosovës në tenis për femra, Osman Reqicën dhe Aja Broqin, një prej përfaqësuesve, të cilët do të na përfaqësojnë në kampionatin botëror me datë 7 prill deri më 11 në Qipër, kështu që shpresojmë që të kthehemi fitore, pse jo, prapë të kemi në studion ton. Ka se përket kësaj interviste. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.